Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi sërish me emisionin Studio Hapur këtu në televizion Era. Temë qendrore e emisionit sonëm do të jetë rasti Monstra. Si dhe pse u montua ky rast? Pse u burgosën njerëz të papajshëm dhe cili do të jetë epilogu i këtij rasti? Me këtë rast të ftuar në emision kemi avokatin mbrojtës të akuzuarve të rastit Monstra, zotrin Naser Raufi, dhe kryetarin e Këshillit Organizativ për rastin Monstra dhe njëherësh edhe familjari i njërit prej të burgosurve, zotri Bedri Hajdari. Por, para se të fillojmë me emisionin, fillimisht ju ftoj ta ndjekim një kronologji pikërisht për këtë rast, të përgatitur nga gazetarja Anila Limani. Sot u mbushën 3 vjet nga vrasja e 5 fisht në afërsitë të liçenit Smilkovës të Shkupit, ku u vran 4 të ri dhe një peshkatar maqedonas. Filip Slavovski, Aleksandr Nachevski, Cvetan Çoacevski dhe Kire Triçkovski, që të 4 të moshës 18 deri më 20 vjeç, si dhe 45 vjeçari Borçe Stevkovski, janë 5 të vrarët e mbrëmjes së 12 prillit të vitit 2012. Si rodhen ngjarjet për këto 3 vjet, kush u arrestua dhe kush u dënua? Të gjitha këto mund t'i dëgjoni në vazhdim. Megjithatë, dilema pse ndodhi vrasja dhe kush mund të jenë autorët e vërtet të krimit vazhdon edhe sot. Menjëherë pas lajmit të vrasjes, edhe pse nuk dija asgjë për autorët e krimit, popullata maqedonase u ngrit kundër shqiptarëve të Radishanit, lagje periferike e Shkupit, në të cilën shqiptarët janë pakiz dhe i rrahën disa prej tyre. 3 javë më vonë, më 1 maj të vitit 2012, policia organizoi aksionin e koduar Monstra, ku plaçkitën 10 shtëpi shqiptarësh dhe u arrestuan 20 shqiptar, mes të cilëve edhe një loke 65 vjeçare, si dhe plot gëra shqiptare. Në këtë aksion morën pjesë rreth 800 forca speciale të policisë së Maqedonisë. Menjëherë pas aksionit, ministri e punëve të brendshme Gordana Jankullovska doli në media dhe tha se kanë arrestuar një grup terrorist islamik që ka kryer vrasjen e 5 fisht. Por të nesërmen, pjesa më e madhe e të arrestuarve u lëshuan nga paraburgimi, ndërsa një pjesë tjetër u akuzuan për vepra të tjera. Si të akuzuar për vrasjen e 5 fisht mbetën vetëm Fezi Aziri, Akim Ismailović dhe Rami Sejdiu. Ndërkaq, për Ali Demirin dhe Afrim Ismailovićin, u shpall flet arrest ndërkombëtar dhe ata u arrestuan më vonë në Prishtinë, ku dhe po vuajnë dënimin për një vepër tjetër që nuk ka lidhje me këtë rast. Ekstradimi i tyre akoma nuk ka ndodhur. Mes personave që u arrestuan më 1 maj ishte edhe Haki Aziri, mirëpo emri i tij nuk u përmend askund. Pasi familjarët nisën të kërkonin dhe të dinin për fatin e tij, u mor vesh se ai ishte marrë si dëshmitar i mbrojtur, por më vonë ai nuk pranoi që ta bënte një punë të tillë dhe edhe ai u akuzua për të njëjtën vepër. Pas aksionit Monstra, ku me duar të lidhura para kamerave u publikuan personat e arrestuar, mes të cilëve edhe gra dhe vajza shqiptare që tërhiqeshin nga policët e maskuar, si dhe akuzave të ministres Gordana Jankullovska se ka arrestuar një grup terrorist islamik, pasuan një sër protestash. 6 muaj më vonë, më 2 dhjetor të vitit 2012, në gjykatën themelore Shkupi 1, nisi procesi gjyqësor kundër të akuzuarve për rastin Monstra. Gjatë procesit gjyqësor, numri të akuzuarve ju shtua edhe një person tjetër, Sami Luta, i cili u arrestua më 28 gusht të vitit 2013, duke quar kështu në 7 numrin e të akuzuarve, që të gjithu akuzuan për veprën terrorizëm, ndërsa lëndën e udhëhoqi gjykatësi Ivica Stefanovski. Gjatë procesit të gjykimit, e vetmja provë në bazë të secilës janë akuzuar ata, ka qenë dëshmia e dëshmitarit të koduar E1. Ndërkaq, dëshmitarët e ngjarjes që kanë deklaruar në gjykat pohuan se kanë parë persona të armatosur me veshje të errta që i kanë thënë se janë policë, por asnjërin prej të akuzuarve që kanë parë në sallën e gjyqit nuk e kanë parë në vendin e ngjarjes. Si prova materiali janë marrë biseda telefonike mes të akuzuarve, si dhe materialet e gjetura në shtëpitë e tyre dhe në kompjuteret e tyre. Si prove prokurorisë është Kurani dhe librat e tjerë fetar, si dhe kënga Për ty Gostivar e kënduar nga Golden AG, që është gjetur në kompjuterin e njërit prej të akuzuarve. Si prove prokurorisë është edhe një Opel i kuq, të cilin nuk e kanë parë as avokatët e të akuzuarve. Si provë janë gëzhojat e gjetura në vendin e vrasjes, por armët me të cilat është shtënë ndaj të ndjerëve nuk janë gjetur. Avokatët e të akuzuarve rastin e kanë quajtur të montuar politikisht. Sipas tyre, prokuroria gjatë gjithë procesit gjyqësor nuk ka paraqitur asnjë provë materiale që i lidh të akuzuarit me veprën penale. Gjatë kohës sa zgjaste procesi gjyqësor në vendin ku ndodhi vrasja u ndërtua një kish.
2 vjet pas aksionit Monstra, më 5 qershor të vitit 2014, prokuroria e tha fjalën e fundit. Duke recituar poezi, prokuroria Gordana Geshkovska kërkoi dënimin maksimal për të akuzuarit, ndërsa avokatët e të akuzuarve në fjalën e fundit hodhën poshtë gjithçka. Më 30 qershor të vitit 2014, gjykata themelore Shkupi 1 në akuzën terrorizëm i dënoi me burg të përjetshëm 6 prej të akuzuarve, ndërsa njëri, Sejdi Rami, u shpalli pafajshëm. Me njerë pas këtij vendimi, pati njësër protestash, protestuesit u organizuan nëpërmjet rrjeteve sociale dhe protestat e para dolen jashtë kontrollit. Gjatë protestave policia përdori topa uji dhe bomba me gaz locjellës. Më pas u formua këshilli organizativ për rastin Monstra, të cilët morën përsipër organizimin e protestave. Protesta për drejtësi dhe lirimin e të akuzuarve, përveç në Shkup pati edhe në qytetet e tjera ku jetojnë shqiptarë në Maqedoni, si dhe në Prishtinë, Tiranë dhe Tiraspol. Pas protestave, policia arrestoi disa persona, të cilët më pas u dënuan me burg në akuzën se kanë prishur rendin publik. Më 10 tetor të vitit 2014 u shkrua aktvendimi. Për të shkruar aktvendimin, gjykata i kaloi të gjitha afatet ligjore. Asaj u deshën plot 100 ditë. Kënga e këngëtarit Gold AG, Portyo Gostivar, e gjetur në kompjuterin e njërit prej të akuzuarve, është përkthyer në maqedonisht dhe është shkruar si një nga provat që e ka bind trupin gjykues për të sjellë këtë vendim. Po ashtu edhe literatura fetare e gjetur në shtëpit dhe kompjuteret e të dënuarve është shënuar si provë gjykatës për sjelljen e këtij vendimi. Aktvendimi 186 faqesh, sipas avokatëve e mbrojtës të dënuarve, nuk është gjë tjetër përpos përshkrimi proces verbaleve nga fillimi deri në fund të procesit gjyqësor. Pas vendimit të gjykatës së shkallës së parë, avokatët e kanë ankimuar lëndën tek gjykata e apelit ku gjendet akoma. Në 2 muaj të fundit, ka lind një shkëndij shprese, si për ata që dërgjen burgjeve, edhe për familjarët e tyre, por edhe për familjarët e viktimave, pasi lideri LSDM Zoran Zaev ka paralajmëruar se në biseda telefonike që po publikon, ai ka edhe diçka që ka të bëjë me këtë rast. Atëherë do të fillojmë bisedën me të ftuarit pikërisht për rastin Monstra. Zotri Bedri, sot mbushën plot 3 vjet nga arrestimi i të akuzuarve pra nga aksioni policor i koduar Monstra. Shkurt, çfarë ndodhi atë mëngjes në familjen tuaj? Arrestimi është bërë me 1 maj 2012. Atë ditë, unë si familjar i të akuzuarit Fejzi Aziri, e përjetova si një tmerr. Jo për vetveten, aq sa për fëmijët dhe gratë, të cilët ishin të trishtuar. Arrestimi ka qenë me forca të mëdha policore dhe më së tepërmi jemi frigu nga friga e tyre. Ashtu kishin qenë si të them, të dërguar se këtu jeni të shku në front me njerëz të armatosur, me njerëz të terroristë e gjana të tjera. Unë jam friguar se do të na vrasin nga friga, sepse u dridheshin durt dhe trupi u dridheshte në njerëz në atë kohë të mëngjesit, njerëz me rroba fjetje, fëmijë, gra në shtëpi. Ndoshta për arsye se e kanë ditur se arrestojnë njerëz të papashëm edhe i ka prek edhe përgjigje ndoshta vetë policët. Ndoshta ato që kanë ardhur në arrestim nuk e kanë ditë. Ndoshta nuk e kanë ditë. U kanë thënë shkoni sepse skenarin nuk e din të gjithë, po mund ta dinë 1, 2, 3. Ato që i kanë ato forca policore, sepse ato kanë pas edhe kamera, qëllimisht kanë bërë që të fotografohet dhe të del skenari paksa më i besueshëm. Në shtëpi, në fjetje, vinë, shohin gra, fëmijë të paarmatosur, njerëz të thjesht, njerëz në shtëpitë e tyre, njerëz që nuk kanë lidhje me këtë rast, dhe ne nuk e dishim se përse asnjë njeri nuk fliste me neve të na tregoj se për çka bëhet fjalë. Përse kanë ardhur.
Përse gjithë këto forca? Përse me i trishtu gratë, fëmijët edhe ata, kur e shohin se janë njerëz të... Përse t'i thyen dirt gjitha të forca policore, shtëpia e rrethuar, njësi speciale? Përse nuk thot jemi policia, ju lutem, dilni, ashtu si që do rendi? Nuk ishte gjendje lufte. E dim, rasti kishte ndodhë. Ne nuk e dishim se çka ka ndodhur dhe përse vinë. Ama përse të vinë ato në mënyrë jo korrekte? Përse t'i thyen dirt? Pasi që i thyen dirt, njerëzit në shtrat, si do ta justifikojnë këtë? Asnjëri nuk tentoi të ikë, të kundërvihet atyre forcave. E gjithë kjo ishte e paraparë si skenar të filmohet, të fotografohet, që pastaj të paraqitet si një gjë e cila do të dukej para opinionit edhe para ndërkombëtarëve se ne i arrestuam terroristët. Zotri Raufi, 3 vjet pas arrestimeve, ku ka mbetur procesi gjyqësor dhe përse vonohen procedurat? Procesi në këtë moment, sipas informatave që i posedojnë, gjendet në prokurorinë e lartë. Do të thënë është procedura ankimore, vijon, por ankesat tona, avokatët, do të thënë i kemi dorëzuar në njëjtën ditë, 24 tetor 2014. Do të thënë që edhe pak do të bëjnë 6 muaj që ende nuk kemi thirrje se kur do të zhvillohet seanca para gjyqit, gradës ditë para gjyqit të apelit. Praktikisht procedura ankimore. Unë jam informuar që kjo lante ende gjendet te prokuroria e lartë, se sipas ligjit prokuroria e lartë duhet ta japë mendimin për këtë rast. Dhe mendoj që kjo është rezultat e të shfaqyer të bombave që janë aktuale tash, të liderit të opozitës, se jeni edhe vetë njoftuar që vetë prokuroria, si institucion, punon edhe me fjalën që ndëgjon, ndërmjet tjerave dhe më thonë. Edhe ajo është prof, bile prof, mund të them kryesore. Dhe mendoj që kjo është arsyeja pse nuk është ende caktuar seanca para gjyqit të apelit. Kjo ndodh vetëm për rastin Monstra, nga përvoja juaj të flasim tash. Kjo ndodh vetëm në rastin Monstra, apo ka ndodhur edhe në raste gjyqësore të tjera, të zakonshme ose të ngjashme? Absolutisht kjo ndodhet vetëm këtë rast. Për përvojës time 30 vjeçare rrafsh, për atë të pesës, jam i sigurt që ndodhet vetëm këtë rast. Zakonisht, sipas dinamikës edhe trupit gjyqësor që e ka, edhe sipas rastit konkret themi. Sa është ai kompleks, po kjo periudhë nuk është më shumë se 10-15 ditë, do të them. Këtë janë pyetje më shumë se 4 muaj që gjendet në prokurorinë e lartë për, do të thonë, është rast pa precedent. Nuk ka rast tjetër që ndodhin kësi dinamike, do të them, për rastin. Mendoj që është e tekaluar edhe koha që mbetet, por si u thash, mendoj që arsyeja është fjala që vijon që do ndëgjohet për këtë rast, që mund të ketë, edhe do të ketë sigurisht. Domethënë edhe për vetë rastin do të ketë rol. Ju shpeshherë keni deklaruar se rasti Monstra është një rast i montuar politikisht. Ku i bazoni këto dëshmi, këto akuzë? Unë kam deklaruar që është rast i montuar, mbasi vetë arrestimi para 3 vjetëve, si tha zoti Bedry, me 1 maj, vetë deklarate ministrit punëve të brendshme, ministreshës punëve të brendshme, kur flagrant thye, domethënë prezumcioni i pavajtësisë, me deklaratën e saj që i kapëm vepruesit e këtij rastit, edhe në deklaratë dhe ministresha para se këto të akuzuara dhe shkojnë të gjykatë si hetues, që është një punë, një realitet, jam i sigurt, domethënë praksën juridike, dhe praktikisht u prejudikua edhe vetë rasti, fillimisht. Vetëm deklarata fillimisht e ministreshës për punëve të brendshme, që me një farë sigurie, pas një bazë, pas një dyshim bazor, që thot që i kanë zar vepruesit, realizatorët e deliktit, fillimisht tregon që punohet për rast montuar. Dhe madje si u zhvillua rasti edhe më shumë u tregua që është i montuar, me shumë segmente tjera. Po ndërmjet tjerave e njëjta ministeri deklaroi që janë kapur edhe persona që kanë qenë për lufta në për shtete arabe ndryshme, u përmend Afganistani e disa shtete tjetër.
që nuk ka asnjë farë lidhje, domethënë në procedurën që vijoi, një ndër pyetjet e avokatëve, domethënë fillimisht ish a keni qenë, çdo të akuzuar kemi pyetur, a keni qenë në ndonjë shtet si Afganistanet, askush para mendoni për atyne s'kan qenë as si turist, domethënë në ndonjë shtet arab. Këto deklarate janë dhënë me ashtu paushale dhe me qëllim që të montohet, fillimisht është i montuar rasti. Kjo është e baza e parë që deklarova që rasti është i montuar. Por vazhdoi me montime tjera, praktikisht mbasi normalisht kur keni burgos persona që nuk kanë lidhje me rastin, normalisht që duhet t'i gjeni provat. Këtu në këtë rast duhet të shpiken ato provat. Prokuroria në situatë që t'i shpike provat. Kjo ndodhi me këtë dëshmitarin e koduar. Se para mendojnë që dëshmitar herën e parë kontaktoi me gjyqin me 28 shtator 2012. E dini që vrasja në liçenin e Smirkos ka ndodhur me 12 prill. Domethënë duhet të 5 muaj e gjys që prokuroria apo Ministria e Punëve të Brendshme ose të dy institucione bashkarisht është dëshkoj që ta gjejnë këtë person. Që unë jam i sigurt dhe garantoj që ky person nuk ka lidhje me këtë rast që dhe vetë deklaratat e atij, janë pyetje 6 apo 7 deklarata, me ndike 7. Kretë të deklarate janë thënë s'kan lidhje me të vërtetën edhe kretë janë ndryshe ndonër. Domethënë asnjë deklarata ku ma puna e montimit nuk vjen pyetje. Po jo vetëm ky dëshmitar, ka edhe segmente tjera dhe shumë. Po, është kontestuese edhe puna e makinës me cilën supozojnë kanë si dëshmi pala akuzuese se domethënë prova kruciale është sipas prokurorisë, sipas Ministrisë Punëve të Brendshme është Opel Omega vetura, domethënë me cilën kinsosh bë ki krim. Nuk ka rast, barun nuk kam pa deri tash rast, apo s'kam dëgjuar për një rast kur nuk jepet prova kruciale materiale të akuzuarit që ta shofe. As avokatëve mbrojtës. Neve në u premtuar kjo punë që të na jepet të shohim këtë provë materiale, them provë materiale në thojza, pasi vetë prokuroria insiston që në këtë veturë është gjetë ADN e një të akuzuarit, konkretisht Ali Demirit, edhe atë në ulsen mbrapa në veturë. Insiston që këtu janë gjetë edhe prova tjera, si dheu temi, edhe vetë vetura është e përdorur për të realizuar ky krim, me thënë që është plus që tipet si provë, që ta shohën vetë akuzuarit edhe ne si avokat. Ne disa herë kemi kërkuar, mos them 20-30 herë kemi kërkuar na prezantohet kjo provë kruciale materiale, që më thënë ishte domosdoshme që prokuroria të na lejoje këtë. Domethënë ne ta realizojmë këtë, por u tërhoq, arsyeja që u tërhoq prej premtimit që do ta lejojnë, para mendonit na lejojë ta shohim provat materiale, u tërhoq arsyeja për këtë është pasi vetë fotografitë e kësaj veturës, fillimisht kur është gjetë në atë vendin që quhet Vrazhgir, tregon që kjo veturë nuk posedon edhe ulsen pas. Ka fotografia numër 6, unë kam paralajmëruar biletë Odi Karan Opsen, që sot edhe vetë jeni dëshmitar që mund çdo situatë të ndodhet në për këto lantë të montuara, që këtë fotografi disa herë kemi edhe cek edhe në ankesë, bile është me numër 6, vetë fotografia është incizim i veturës Opel Omega edhe tregon që Opel Omega nuk ka ulsen pas. Si është e mushme, provat tjetër, ADN-ja, po ashtu provë materiale, sipas prokurorisë, të gjendet në ulsen pas te vetura Opel Omega, kur nuk ka ulse vetura. Sipas prokurorisë, ADN-ja një të akuzuari është gjetë pas këtë ulse. Të shumë dubioza tjera në këtë rast. Për shembull, kemi dëshmitar. Është rast ku kemi 4 dëshmitar që kanë qenë prezent kur është realizuar krimi. Kretë vepruesit i kanë pa, fizionomit vepruese. Kretë thonë dhe janë dëshmitarët prokurorisë, thonë që i kanë pa fizionomit e realizuar vrasjeve, po. Dhe i ballafaquan me të akuzuarit. Kretë thonë që këto nuk janë ato persona që i kanë pa në vendin e ngjarjes. Bire kretë thonë që mos i mirën edhe qafë të akuzuarit, se i keni provë, që ishin mjaftueshme që do të lirohen në të kohë prej paraburgimit. I përshkruajtën me fizionomi, thanë që kanë pas uniforma, të geta po të zeza, nuk ishin sigurt se ka qenë pak. Dhe e dini që vrasja ndodhi në ora 19:50, por ishin sigurt që kanë qenë me uniforma të njëjta, që kanë pas pancira dhe që kanë deklaruar vetë ato që janë policë.
Këto thonë dëshmitarët e prokurorisë. Edhe është për të kapitur që në vetak gjykimin, gjykasin, kryetari i trupit gjyqësor, këto dëshmitarë që janë në favor mbrojtjes apo në favor të akuzuarit, i merr si nga ana e prokurorisë, që është punë nonsens me vërtet është diçka që po ashtu e tregon montimin e rastit. Po një ndër dëshmit të cilën e kam përdorur në këtë rast motuar themi, ka shumë tjera, por një ndër dëshmit është edhe fotografia që vllau juaj, Fezi Aziri, e ka pasur në telefonin e vet rreth tokës 40 hektar që e ka pasur me koncesion në afërsitë e liçenit të Smilkovës. Mendoni ju se kjo është ndoshta edhe arsyeja kryesore pse kanë burgosur vllaun tuaj? Ndoshta kanë dashur t'ja marrin ato 40 hektar tokë. Dokumentin e asaj që quhet që ato e quajnë si hartë, po jo si hartë, po si hartë me të cilën është realizu, e kanë pas planin hartën për të kry veprën makabre, nëse kjo është, nëse mund të kap kamera. Nëse kjo është ndonjë hartë që tregon se si ka qenë plani për të bë vrasjen, atëherë s'kemi çka të diskutojmë, as në televizion, as në gjyqësi, as në prokurori, as kund. Kjo tregon pikat kufitare të parcelës të cilën ne e kemi pas me koncesion prej shtetit. Dhe këtë e ka përgatit një Vancho Stojanovski, diplomiran geodetski inxhinier. Do me thënë, edhe kjo tjetra. I ka koordinatat, i ka pikat. Dhe kjo është njëra nga dëshmit. Këto fotografi kanë qenë, këto karta kanë qenë në laptopin e vllaut, dhe ato i kanë marrë, e i kanë përdorë si karta me të cilat do të kryhet në të ardhmen vrasja. Po një tokë që e ke në shfrytëzim për 30 vjet, është alogjike të mos e kesh një dokument që e posedon që ta dish kufinin. Qoftë se vjen dikush, për shembull, i thuaj, urdhno, unë e kam dokumentin, këtu janë pikat kufitare të mijat, qoftë i diskutojmë apo i pranon. Ky është dokument zyrtar të cilin e ka dhënë një subjekt i cili ka licencë për ta bërë këtë punë. Po nuk ka qenë kjo. Qëllimi i vrasjes, sipas mendimit ton, kjo mund të jetë njëra ndër pistat për në të ardhmen, se tani po shihet se si kanë shku punët, a ka qenë qëllimi shtetëror, apo qëllim ndërshtetëror, këtë më së miri mund të marrim me deklaratën që e jep Miletiçi. Miletiçi nuk është njeri i thjesht, i cili e paralajmëron rastin, se do të ndodhe në prill diçka e tmerrshme. Është një udhëheqës, lider i një komunitetit sërb, dhe me thënë. Nuk përfaqëson një deputet, por është lider i të gjithë komunitetit sërb. Ky e paralajmëron, ngjarja ndodh në prill, toka në mirret fill pas arrestimit, me një deklarat, jo me prishje të kontratës në mënyrë gjyqësore, po vetëm me një deklarat në bëhet shkëputja. Pasi u bë shkëputja, unë kërkova në mënyrë ligjore të më autorizojnë që të vazhdoj punën tek toka, se ne nuk e dishim se sa do t'i mbajnë në paraburgim, apo çka do të ndodhë. Ne as që e kemi bën mend se do të na arrestohet familja, ne ishim me punët tona, biznesin privat, familjar. Mirë po kjo ndodhi dhe e murën tokën. Nuk na dhanë mundësi ne të bëjmë as pagesën, as që të mund të mbajmë tokën. Kjo na vjen në dyshim se këtu ka pas qëllime dikush tjetër për biznes. Për ta konfirmuar këtë që ne dyshojmë, sot po punohet tek toka e cila që më përpar ishte paralajmëruese, do të ndërtohet një
qendër sportive, rekreative, dhe kjo tani po ndodh. Sepse, po, ai që ka investu, ai ka thonë, mu nuk më intereson se si e rregullojnë jo punën, unë e du terrenin e pastër, kështu që erdh deri te kjo, vrasja u bë, arrestimi u bë, gjykimi u bë. Këtu sipas meje u plotësu drejtësia gjyqësore. Atë e përfunduan punën. As që u orvatën të gjejnë prova materiale, sepse e kishin të garantuar. E shifni se ç'thot avokati. Nuk ta lejon këtë provë, nuk ta lejon. Ne vetëm formalisht atë prova, se ne e dishim. Jemi dëshmitar të kohës, këtë që ne i dishmi, se pas çdo rasti pushteti don në kurrizat e shqiptarëve të mbulojnë ndonjë skandal, bombat e ashtuquajtëra të Zaevit, po e vërtetojnë dita ditës këtë. Ne e kemi ditë. Ne edhe si familjar, edhe si shqiptar, se nuk ka ndodhur rasti i parë i Joni. Shqiptarët e dishin. Kur ka ndodhur rasti, shqiptarët e kanë rrudh shpinën dhe në çdo çajtore, në çdo kafene, në treg, në shkollë, në punë, në atë, fliteshte, nuk e di se kush do ta ketë taksirat ta mbuloj rastin. Sidomos shqiptarët. Ne pikrisht për këtë dhe për shprehjen e mbledhjeve të shqiptarëve pikrisht për këtë rast, do flasim në pjesën e dytë të emisionit, ndërsa tani do shkojmë me një hapësirë të shkurtër publicitare. Kthehemi sërish në studio dhe vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit Studio e Hapur. Zotri Raufi, para se të fillojmë të flasim për protestat organizuara për këtë rast, më thoni, Ministria e Brendshme Gordana Jegullovska menjëherë pas arrestimit pati deklaruar se janë kapur kryerësit e veprës të cilët i cilësoi si terrorist islamik. Në këtë linjë ishte edhe prokurorja Gerdana Keshkovska, e cila e dha fjalën përfundimtare për këtë rast dhe i dënoi me burg përjetshëm të akuzuarit për rastin Monstra. Si komentoni ju këto veprime edhe të ministres edhe të prokurores? Ju e dini që ditën e arrestimit u arrestuan më shumë persona. Më shumë se 20 persona u arrestuan. Ishte një operacion, ishin në për mediume dhe të informata, në të cilin ka marrë pjesë 800 policë, njësi speciale, më ta paramendoni, që skandosin pas me edhe kur kanë qenë raste shumë serioze, po në vërtet është një vrasje besfishte makabe, por në të ditë u arrestuan edhe gra, u arrestuan një plagë bile Kumanovës, një katudit Kumanovës. U arrestuan person për cilët e njëjta kjo ministresht tha që janë kapur vepruese, realizatorët, ka menduar edhe për këto personë që mbas 48 orë i lëshuan prej burgit, ju dhanë para burgim të shkurt. Edhe kjo e thotat vetë montimin, por vetë kvantiteti i procesave në këtë rast, e dini që janë pyetje 46, 45 apo 6 seansa gjyqësore. Vetë kjo tregon që këto nuk janë vepruesit e kësaj vrasje. Po të kish prokuroria, apo Ministria e Punëve Brendshme prova, jam i sigurt që nuk do të ish kvantiteti më i madh se 5 apo 6 seansa. Ke prova materiale, i prezanton provat, e ke fjalën përfunduese dhe kryet puna, që në të jenë hipotetikisht në të jenë 10 seansa. Vetë numri i seansave, 46-5 seansa, tregon që ky rast është i montuar. Pse ka pas nevojë që të ketë aq seansa? Kretë transkriptet, kretë telefonatat që janë përcjellë prej familjarëve, prej të akuzuarve, domethënë i kemi dëgjuar ndoshta 2 muaj tash s'm kujtohet. Çdo fjalë, çdo imsi, nuk ka besoni një fjalë nuk ka që inkriminon dikën për këtynve. I kemi dëgjuar me vëmendje. S'ka qenë prezent udhëheria opsja, s'ka qenë monitoringi prezent, s'ka qenë transparente, keni edhe deklaratat të ambasadorëve shumë shteteve. Pa arsye nuk ka qenë prezent. Bashkëpunar ka qenë domosdoshme që të qenë edhe këto në ato seansa që janë zhvilluar këto transkriptet, se 99% provave
në pojza provave, janë telefonatat e të akuzore që kanë ba ndërmet vetja, apo me familjarët e vetë. Të në bas të telefonatave, në bisedave, ato dhe kanë bazuar të shmit e tyre? Po, ama nuk ka asë një fjanë këtë bised që inkriminan apo të diqka për rastin. Për qatë edhe, unë bajtë në aqë seansë, më të paramendojnë e kish një pyte nga nga e prokurorës, nga Shkoska, më duke bashkë për vlanë, po, të zëndi Bedriut, se sa pula ka në firmen e ti në Belimbek. Më të paramendojnë që qëfar pyte janë parashtruan këtë gjëkim. Dhe ju përgjith që s'ka koti numëroj që mund të veti qëkoj për të ketë koti numëroj. Dhe me thënë, s'ka pas asë një provë këtë zhvillohet. Këtë ka qenë një montim dhe me një alibi që mos jetë transparent, që mos e shofe monitoringin që s'ka asë gja praktikisht. Nuk mund t'ju bisedon edhe për motivin kur nuk i kini vepruset dhe një krimit. Që nuk vjerë parasysh kita dinin motivin, kur se kini atë që ka ba deliktin. Këtë rast, mungon motivin basi jam i sigurët edhe kretë, e din ma që këto nuk janë veprusit e krimit. Këtë bisedohet për motivin, janë shumë lidhër këtë dipun, janë kauzalitet fort. Motivi do të vetet pytje e hapur, diri se mas gjenë se kush e ka ba këtë delikt. Edhe një punë shumë kruciale si mbas me. Cila është arsyeja që prokuroria, edhe kjo është një realitet juridik ju garantoj, cila është arsyeja që prokuroria pret ditën e fundit këtë jape akt akuzë. Rastin ndodhen me 12 prill, me një muaj është para burgimi. Prokuroria e ka fatin, domethënë limitin e ka prej 6 muaj të jape akt akuzë apo dalën prej para burgimit. E ditën e fundit që punohet minut 12 që thonë e jep akt akuzën. Dhe si parakush këtë apë, këtë akt akuzë është këtë dëshmitari koduar ke përmenda më parë. Dëshmitari e një. Dhe me dhënë, e kemi një distancë kohore prej një 10-15 ditëve, kur komunikon gjyqërën e parë, gjykatësi hetues me këtë, edhe i tregojnë disa fotografi, edhe ka rënë dhe ditë ku i jepet akt akuzë. Dhe me dhënë, ka qenë domosdoshmë që gjindet në një profili të dëshmitari. Dhe me ndej ki dëshmitar ku kontakton me gjyqjen. Së është informuar askush, as prej avokatve, as prej të akuzuar. I pen fotografi 48, duke që kena po 50, dhe që është një punë edhe me të vërtet për të habitur edhe shumë e rrallë. Këto fotografi e shqetëmi, për shembull Lagim Ismailovićin e shef fotografi. Ai nuk thot që këtë e ka pa te vendi ngjarjes 2-3 orë, si thot ai. Ai bile nuk e ka pa krimin. Të me qartë, ai nuk është dëshmitar që e shef vetë krimin. Por që këtë fotoalbumin erën e parë, kur kontakton me gjykatësin e hetues, ki e shef njëni prej të akuzore, e shef agimin ki nuk thot që e ka pa agimin atje. Po, thot për një person tjetër, se në fotografi e ka emrin e mbiemrin çdo personit, ai cek një person tjetër që s'ka lidhje me këtë akt akuzën apo me rastin. Dhe shumë dubioze, shumë kvantitet i madh të dubiozeve që garantoj këtë montim. Pordoni. Që tha zotni avokati, përse të pritet për shembull, nëse i ke provat, përse të pritet dita e fundit 6 mujori edhe të shpallet akt akuza. Këtu ta bën me dije se këtu nuk ka prova dhe rasti është i montuar. Nëse bëjmë një kronologji kështu të shkurt, arrestimi bëhet me 1 maj, ditë feste. Shpallja akt akuzës, le që është dita e fundit, është ditë e Bajrami, është ditë feste. Rikonstruimi i ngjarjes bëhet ditën e Bajramit, ditë feste. Shpallja e akt vendimit, fillimisht u desh të shpallet një javë përpara, kinse u ishte i sëmur gjykatësi, dhe shpallet ditën e Bajramit. Kjo është një tendencë për të tallë me shqiptarët. Edhe si një lloj hakmarrje me si një lloj hakmarrje ka ndodhur në ditë feste. Po, si një lloj hakmarrje. Të hakmerret për shembull një individ, një terrorist, është hakmerret një person i cili mund të jetë kriminal, por të hakmerret shteti, ajo të tregon se sa janë kundër një komuniteti.
edhe pse ne jemi qytetar njësoj të barabartë në këtë shtet. Këto gjitha na tregojnë. Unë do ta kisha lidh edhe me një fotografi që e kam këtu. Rasti është i njëjtë dhe identik me rastin Panda që ndodh në vitin 1998 në Pej. Atje bëhet vrasja e 6 të rive serb me urdhër të Rade Markovićit, i cili jep paramilitarëve që ta bëjnë aktin, të kryejnë vrasjen dhe pastaj të mvishet shqiptarëve, gjithsesi UÇK-s apo shqiptarëve që ti paraqesin para ndërkombëtarëve se këto janë njerëz të egër, siç na quajnë ashtu këto. Edhe siç vazhdojnë të na quajnë. Siç vazhdojnë të na quajnë dhe askush nuk reagon. Ato që e kanë për detyrë të reagojnë, na ngjesin një epitet, cili nuk e posedojmë. Unë do të ndërpres pak këtu, më intereson sa parti shqiptare ju kanë dalë krah juve, familjes suaj të burgosurve për rastin Monstra. Sa ju kanë ndihmuar, si ju kanë ndihmuar, nëse ju kanë ndihmuar, cila parti ju kanë ndihmuar më së shumti? A janë interesuar partitë politike? Shive, sa është dashur të na ndihmojnë, do me thonë, gjithmonë, unë kam mbajtur qëndrimin se ne po bëjmë luftë për të përballë me drejtësinë. Neve gjithmonë na ka interesu drejtësia. Nuk na ka, nëse është vllau im vrasës, unë jam i mendimit, edhe për të gjithë akuzuarit jam i mendimit se ne ta vuajnë dhe ne ta psojnë atë që e kanë bë, ne ta marrin dënimin. Mirë po, a u dëshmu rasti i Sopotit? Edhe pse po të mos ishin bombat e Zaevit, rasti do të shkonte, askush nuk i doli zot nga politikanët. Askush nuk i doli. E pa në rastin, nuk bën reagim, nuk u prononcua askush. Ajo të ban me dije, u bë rasti i Brodecit. Të themi se ka pas ndonjë djalë të keq në Brodec. Pa është e logjikshme të terrorizohet gjithë fshati. Të marrësh njerëz që vetë policia i ka filmu, do me thonë, me veshje civile dhe kur i sjell në stacionet policore, janë të veshur me rroba të UÇK-s, me uniforma, çka do të tregoj? Këtu e kemi avokatin i cili e di më mirë rastin. Por ne kemi përvojë si shqiptar me raste të tilla të montuara. Çka desha të them me këtë? Jo se është rasti identik, rasti Panda me rastin Monstra dhe me rastet e mëparshme që kanë ndodhur në kurriz të shqiptarëve. Këtu kemi edhe të burgosur, edhe të gjikuar me prova materiale. Pastaj del thot se ne e kemi bën, e pranon, kreu i shtetit serb del e pranon, thot ne e kemi bën për t'u anvesh shqiptarëve. Njerëzit e kanë vujt këtë. Se mund të thot dikush, po këtu ka prova materiale. Ato prova që i prezentoi zotni avokati, do me thënë telefonatat, me të cilët kanë manipulu opinionin se po ka telefonata dhe këto janë masa të veçanta. Unë kërkoj publikisht para kamerave të juaja, edhe para gjithë opinionit Maqedonas, do me thënë të qytetarëve të Maqedonisë, ne t'i qesin, ne t'i publikojnë siç po i publikon opozita maqedone. Ne t'i qesin, mos të manipulojnë, ne t'i qesin e të shofin se çka ka në telefonata. Këto kanë manipulu dhe kanë fut edhe, për fat të keq, kanë fut një dëshmitar për t'u ambuluar skandalin, sepse nuk kanë pas prova. Këtu është drejtësia, do me thënë, është plotësu drejtësia gjithësore, po drejtësia e vërtet ka dalë pas 15 viteve. Ne shpresojmë se edhe drejtësia jonë së shpejti do të dalë në dritë dhe ta shohin edhe politikanë shqiptar, se me kënë kanë punë, me pushtetin Maqedonas, i cili gjithmonë ka reflektu se është kundër shqiptarëve, sidomos për rastet e këtilla, dhe është i pamëshirshëm me tortura, me gjëra të tilla. Unë kam edhe një pyetje të cilën du një përgjigje të shkurtër. Pasi që ndodhi arrestimi, konkretisht edhe në familjen tuaj, atë kohë zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani pa deklaruar se policia gjatë arrestimit
në familjet ku është kryer arrestimi janë sjellur në mënyrën më korrekte të mundshme. Ai pati deklaruar se u është lejuar të falin edhe namazin e sabahut, e s'di çfarë tjera. A ka ndodhur gjithë këto apo ishte krejtësisht e kundërta nga ana e policëve? Meqense ka thonë se ose ka dëshmi se kanë kërkuar edhe kafit që përgatitin në për shtëpit ku kanë kryer arrestimet. Kanë kërku, edhe kush ka guxuar të thotë jo. Në thotë krejtësisht e kundërta ka qenë. Kur i ke 20-30 kauboj të armatosur, me titat e automatikut kundrejt fëmijëve, çka nuk pritet nga ato? Të frustruar, të revoltuar, sepse ashtu i kanë, kur i kanë lëshu në teren, ashtu i kanë përgatit. Do shkojnë të terroristët, mund të ketë vrasje, mund të ketë, edhe parzit e ceka. Unë shumë jam frigu, jo se do të më vrasin mua, apo do të vrasin vllaun. Nga friga do t'i vrasin edhe fëmijët, apo do të hakmiren, se nuk e dishin për çka. Ajo që thuhet se i kanë leju të falin namazin. Këto janë fjalë, sepse u kanë besu partnerit koalicionit për të mos u korrit. E keni edhe në përgjimet e shiqir që nuk u korritëm me VMRO-n. Po, kjo është deklaratë të cilën e ka marrë blanko nga VMRO-ja, sepse nuk kanë pas qasje. Do ta shihni se nuk kanë pas qasje në rastin. As nuk i kanë leju të afrohen, të kontrollojnë. Gjatë gjithë kohës kam kërku, urdhnoni hajdeni në seancë gjyqësore, merreni një përfaqësues të juajin, mos më besoni mua, se unë jam si familjar, si vëlla, unë mund të anoj nga vllau im, mund të anoj nga nipi, mund të anoj nga nipi tjetër, por bjerë një përfaqësues ti, në një përfaqësues të besueshëm, ne të prezantojnë në seanca gjyqësore dhe të shohë se si janë. Unë kam qenë edhe dëshmitar, që tha zoti advokati, e pyet sa pula ke. Ati, kur më kanë marrë mu në pyetje, unë kam mendu se dikush po magjistron për gjeografi, për natalitetin, për këto, merë të dhana. Cilin e ke familjar, kusheri, dajallar, tezë, halla, ku, si, tek, që nuk kishin të bëjnë me rastin. Ato qëllimisht shmangeshin asaj që duhet vërtet të dëshmohet, ju shmangeshin rastit, bëjshin pyetje që nuk kanë pesh asgjë. Edhe deklarata e bujarit është marrë si e besueshme, janë marrë si të besueshme deklaratat e pushtetit Maqedonas dhe ai vetëm i ka interpretuar se po, ne kështu, ne ashtu. Nuk kanë qenë të vërteta. Falja e namazit. Faljen e namazit e kanë bë si provë, ta shfrytëzojnë si provë materiale, si falen e ju. Urdhno falu si falen e ju, sepse pas ka disa falje. Disa falen kështu, disa falen ashtu. Falja është e njëjtë, falja e namazit është e njëjtë. Por ato kanë deshtë si alibi për të shfrytëzuar kundër këtyre, gjëja se janë terroristë. Se terroristët po falë kanë ndryshe, apo në krahun e kundër të asaj që duhet të bëhet rituali fetar. Zotri Raufi, ju përmendet edhe disa vonesa në procedurat gjyqësore për këtë rast. Na thoni diçka më tepër, për shembull, pas çdo seance gjyqësore, keni marrë me njëherë proces verbalin, ose sa duhet të zgjas një proces verbal për një rast? Para se të përgjigjem këtë pyetje vetëm ndërhyj në bisedën që tha zoti Bedriu. Aq ka qenë, domethënë, kufizuar ai opinioni apo opse o dikëreja, apo këto amnestia dhe këto monitoringe që e bën, që para mendoni çdo proces verbal, çdo dokument, praktikisht 100%, çdo dokument e keni bulën që është, domethënë, sekret shtetëror e ndaluar për opinion. Mund të paramendoni dokument ku janë transkriptet e bisedave që s'kan lidhje me shtetin, me sekret shtetëror, apo absolutisht çdo dokument e ka pas atë vulën, domethënë, që dihet qëllimi që mos dale, domethënë, në opinion, apo mos ketë mundësi që monitoringi, apo institucione si amnestia, apo dikëre, që të kenë, domethënë, që të shohën këtë landë. Është ndaluar, domethënë, vetë landa këtë shqipet, vetë dokumenta në landë. Kjo arsyetot me që nuk ka prova për këtë landë. Për çfarë edhe si tha zoti Bedri, janë këto pyetje për
që s'kan të bëjnë me vetë këtë akuzën, domethënë. Absolutisht krejt pyetjes s'kishin lidhje me këtë akuzën. Vetë fjala përfunduese e prokurorës thotë që nuk ka prova praktikisht. Ai cekën disa kanga ashtu që janë të trit, Golden Gisi quheshin apo në CD kjo është punë me përmbajtje patriotike ose s'kan lidhje me vetë këtë akuzën. Provat duhet të jenë në kauzalitet me vetë atë akuzën. Jo servojnë prova që nuk kanë bënë me atë akuzën. Takon kësaj për proces verbalet, ne kemi pas problem, domethënë, çdo seancë për këto proces verbale. Vetëm në rastin mostra. Përvoja domethënë e delikteve, posaçërisht është që atë ditë kur përfundon, mund të jetë gjysmë ore vonesë, këtë rregullon apo të bën sa duhet kopje këto përpallet që janë prezente te në seancën. Këtu kemi pas një periudhë për 10 ditëve, 15 ditëve, 20 ditë që nuk ne ndhan me të lutme kemi marrë në proces verbalet. Këtë punë bare ka pas ndjuri edhe vetë Odikarea, bile kishim bile një konfliktun personalisht me gjykatësin, pse ashtu the që nuk japën, ne japëm, i kam dhënë te referenti, që s'është vërtet. Ne shkonjim me avokatë të tjerë te referenti, duke thënë që na tha gjykatësi që duhet na i dorëzosh proces verbalet, atë nuk mi ka dhënë gjykatësi, u ktheheshim te gjykatësi, ja kam dhënë, s'ja kam dhënë, çka të them, nuk ka pas një herë që na jepen si duhet. Qëllimi është i qartë, që të mund të rregullohen apo të mund prokuroria ti ta bëjë korrekturën e proces verbalet. Shumë qartë është pse nuk ipen. Është domosdoshme që tipen me njerë. Ajo që të kontrollohen edhe të korrigohen edhe të bëhen si thot vetë prokuroria. Është e qartë, shumë evident është linku i prokurorisë me vetë trupin gjyqësor. Dhe kjo ndodh vetëm në rastin mostra. Ose vetëm këtë rast ndodh me këtë sasi, duhet të me si dimensione, ka ndodhur në rast tjera. Ka ndodhur që sopotë themi, ndodhet te rastet që montohen. Që montohen ashtu. Te rastet që montohen. Ose që rish kundër shqiptarëve. Po. Zotëri Edari, gjendja e të burgosurve tani, dhe prej momentit të arrestimit, prej momentit që janë në burg, ju sigurisht keni kontakte me vllaun e juaj atje. Ushtrojnë dhunë fizike ndaj tyre, kanë ushtruar dhunë fizike? Dhunë fizike kanë ushtru gjatë bartjes, pasi është marrë vendimi për paraburgim, gjatë rrugës që paraburgimi është saktu të mbahet në manastir, gjatë rrugës, edhe pasi i kanë pranu gardianët në burgun e manastirit. Ati ka pas tortura çnjerëzore që janë faktuar pas asaj, me dokumente të cilat i ka në posedim avokati i popullit. Këto janë bë gjatë asaj periudhe, edhe një kohë pas asaj sanksionet i kanë pasën jashtëzakonisht të mëdha, por me kalimin e kohës, kushtet në burg kanë qenë jashtëzakonisht të këqija në burgun e manastirit, sepse është paraburgim, po është në izolim, me thënë në qeli, mbahen në tepër 27 muajve, jashtëzakonisht të këqija. Me kalimin e kohës, kanë fillu të shohin se nuk kanë të bëjnë këto njerëz me terrorizëm. E kanë kuptu se çfarë njerëz janë, gjatë bisedave që i kanë zhvillu, gjatë se është kohë gjatë 27 muaj të qëndrosh në një burg, e kanë ditë se kush janë dhe kanë lexu gazeta, kanë pas se këto njerëz nuk kanë të bëjnë, po që i ka kap taksirati dhe janë në burg, kushtet kanë qenë të asi lloji dhe jashtëzakonisht të këqija. Tani janë transferuar nga burgu i manastirit, masi që u kaloi afati prej 2 vjet e gjys paraburgim, u transferuan deri në përfundim të vendimit se si do mirret. Vllau është në Shtyp, ndërsa dy të akuzuarit tjerë janë në burgun e Idrizovës. Sami Luta, i cili është arrestu 1 vit pas këtyre, është në burgun e Shutkës, dhe dy të arrestuarit tjerë janë në Prishtinë. Dhe së fundmi, me qenë se edhe jemi në minutat e fundit të emisionit, a mendoni se bombat që ka paralajmëru lideri i LSDM Zoran Zaev, që do t'i publikoj për rastin Monstra, a mendoni se do e ndryshojnë fatin e të burgosurve? A mendoni se do jenë një dëshmi e mjaftueshme për t'u shpallur ato të papajshëm?
Absolutisht po. Do dhe njësësi për Sopotin. Që Sopotin e kemi me 5 maj. Jam i sigur që do të ketë. Ma thënë, dhe influencë madhe, kjo që me bombat e liderit opozicës dollë në mejdan, tema ashtu. Do të presin se qka do të dale për këtë rast. Jam i bindur që të dalën shumë punë, kërë përmendi zotni Bedryu edhe këtë burgosin e fundit, Sami Lutën. Këto është shumë interesant rasti i Samiut, pasaqërisht. Ati i njëtën ditë arrestimit 2 vendime, para me ndojni, pred njëtit gjykatës. Me njënin vendim me i arrestuat 48 orë, me tjetërin 30 ditë. Me 2 numra ndryshme vendime, më të para me ndojni se qëfar montime janë banë në këtë rast. Besoj që edhe këto momente dhe danën, bashkë të këto që i përmetet bombat e Zevit. Dhe dare, ndoshtë edhe vetë biseda ndërmet trupit gjyqësor me prokurorin, si për shembull ju ishit dëshmitar që kur e shpalli këtë akt gjykimit gjykasi, vetë gjykasi e pranoi që gjykon praktikisht në bazë të dyshimeve. Ai tha si ti kujtohet bashkë për këtë të akuzuarin Sami Luta, që SMS i Sami Lutës ka dërgoni shokut ti, që në atë moment ka qenë strumicë themi apo Soshmera si po në qytet tjetër, ku i shkrua që ku je Hasan nuk kam probleme, hirë dyshim që është veprues i deliktit. Mund të përemendoni si thujet instituti indubio pro reo që vetë dyshimi do shkojnë favor të akuzuarit. Për gjykasi kjo është argument për të dënue me burg përjeshë prof. Ajo që i shkruan dikujt, po unë kam vete po sheshili për neve kemi ka do shta 20 asi porosin ditë që i dërgën, po na dërgën. Porosia është e thjeshtë SMS që ku je Hasan unë nuk jam mirë, kam probleme. Ajo porosi për gjykasin kjo është vokabulari vetë kryetarit trupit gjyqësor. Hedh dyshim që kjo është veprues i deliktit. Fjalën që ai përdorën kur e shpallak gjykimin. Hedh dyshim është absolutisht ndaluar dhe tregon që kjo gjykim është i montuar. Ajo fjalë nuk guxon të përdoret nga ana e gjyqit. Fjala dyshim. Edhe fjala dyshim edhe vetë dyshimi shkon zyen favor të akuzuarit. Unë jam i sigurt që ta shtyqyet bombat e Zevit, që kretë të montime do t'i nxjerrin dhe kretë të deri tani që kanë qenë si dyshime themi edhe të familjarëve dhe vetë të advokatëve që do danën dhe me thonë që kanë qenë drejtë edhe vetë akuzuarit kur e kanë shpjeguar që s'kan lidhje kur i kemi prezantuar alibit e çdo kujt prej atyre. I mund të paramendoni që i vetmi gjykim ku ndoshta ka pas më shumë se 30 dëshmitarë tonë ku shkruan vetë kryetari i gjyqit e shpjegon që në arsyetim që nuk i besën asnjë dëshmitarit, dhe më thënë të para së mbrojtje. Asnjëri për dëshmitare, pse ato janë shumica janë familjarë, apo ka edhe që ka qenë edhe Maqedon, edhe që kanë njoftë që kanë qenë bile edhe partner me zotin Feziun, praktikisht nuk i besën asnjë dëshmis të para së mbrojtje. Nuk e merr si të vërtet CD që prezantuan për Sami Lutën, ku shifet që i njëjti është ndarëse me 19 fëror, 52 ditë para krimit, ku i ka flokët e shkurta. E njëshi këtu e shpjegon me flokë gjata. Domethënë këtu janë pak edhe masat të jetimit veçanta, s'duhet shumë shpjegoj. Po, a që argumentuam atë me CD, arsyetimi ishte që nuk mund të jenë trupi gjyqësor i sigurt që është original këtë CD, pasi data e incizimit mund edhe të montohet. Ama ne kishim dëshmi dhe kush ka qenë ndarësëm edhe prezent persona tjerë, argumentuame dhe ekspertizi ka basi që i ban çdo provës vetë prokuroria, ekspertiza është e bërë, do kjo është në rregull me kasetën. Lloj montime tjera. Zotëri Edari, çfarë mendoni ju dhe çfarë pritni ju nga publikimi i dëshmive për rastin Monstra, nga lideri i opozitës Orhan Zaev? Unë avokati qenë ka optimist, unë jam përkundrazi pesimist dhe duke e ditë se muajve të fundit në këtë shtet, vazhdimisht po ndodh ajo që shqiptarët e kemi ditur radhazi me vite, për gjithë çka mund të flasim, por jo për drejtësi, për prokurori dhe për gjyqësi të pa politizuar. Nëse ankesa është bë deri tek gjykata e apelit, atëherë qenë ka dashur të bëhet, përse të bëhet me ndërmjetësues për shembull. Ta bësh ankimimin të gjykata e apelit kur ajo do të shkojë në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Është dash drejt për së drejti të shkojë në ministrinë, sepse atje janë gjykuar rastet.
E keni pa, ju jeni dëshmitarë dhe ne jemi dëshmitarë se si ka ndodhë. Ky sa të dënohet, ky të lirohet, jo më nëse i lirojmë do të bëhen këto do të poentojnë, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Këtë që ne e kemi ditë, sot po e publikon opozita maqedone. Mirë, po ne s'kemi pasur mundësi ta dëshmojmë. Ç'na ngeli neve kur u bë për shembull kidnapimi apo zhdukja e Haki Azirit, i cili arrestohet në shtëpi para familjes, është i filmuar dhe zhduket njeriu. Përgjimet e fundit që ishin, se ne me Qotek e kemi nxjerrë për shembull deklaratën nga ai te rasti i Sopotit, te rasti identik edhe ki, kanë marrë deklaratë. Unë publikisht i falenderoj shqiptarët që na kanë përkrahur vazhdimisht pa rezervë. Mediat shqiptare, sidomos, e kanë luajtur rolin e madh. Individ të ndryshëm që na kanë ndihmuar, se ne nuk kemi qenë të ditur. Ne nuk jemi profesionistë të kësaj lande, por me qenë se në tangoj rasti, u desh që t'i dalim Zot dhe të mbrohemi. Na kanë ndihmu merre me mend edhe Maqedonas. Maqedonas nuk na kanë trajtu si terrorist. Maqedonas individ dhe subjekte që janë për drejtat e njerëzit e për ato. Ato na kanë hapur syt se mund të ndodhë zhdukja e Hakiut. Do ja marrin deklaratën me dhunë dhe pastaj e dinë se mund të ndryshojnë gjërat, siç u bë me këtë të Sopotit, me atë brezën e Oreshjes dhe me gjithë dëshmitarët e rrezikuar që i gjen prokuroria për ta mbuluar rastin, ne jemi friguar shumë se do ta zhdukin djalin. Në pyetje të vllaut tim që ja ka bë Hakiut, ç'ndodhi Brebir? Ç'ndodhi me ti? O bab, thot, ti nuk ke qenë ku kam qenë unë, nuk ke qenë me mua. Prandaj deklarata ime është ashtu siç ka qenë. Dhe unë e pash së fundmi, kur e pash, domethënë, kur i pash se ju jeni të gjallë dhe ju pash në gjykat, atëherë dia, për fatin tim nuk jam brengos, ka thonë Hakiu. Unë jam brengos për familjen, se më kanë shantazhuar se të gjithë me emër. I ka ditë si e ka emrin gruaja, si e ka emrin fëmiu i Hakiut, si e kanë motrat, vëllezërit, ku punojnë, çka bëjnë. Këto kishin përgatitur dosje qëllimisht për shantazh. Dhe me këto metoda që janë përdorur gjatë gjithë kohës. Kjo është, domethënë, ky rast është montuar politikisht dhe kujt i ka hyrë për qëllimet e errta në shërbim, nuk e di, mirë ama, duke e pas parasysh, shumë thjesht e kanë montuar. Domethënë, po të fillojmë siç i përmendi avokati shkeljet procedurale të gjyqësisë, po të japim, siç neve kur ishim në klasë të ulët, na jepshin fatosin me atë fotografinë, bëni krahasimin, dallimin mes fotografisë kësaj dhe A-s dhe B-s edhe gjej dallimet. Të jeni të bindur se një amator do t'i dalloj këto, domethënë, por këto as që janë mundu, sepse kanë pas të garantuar. Asnjëherë subjektet politike shqiptare nuk u kanë dalë përballë dhe të thonë ndal, këtu nuk shkon kështu. Nuk u kanë dalë, por vetëm u kanë besu. Ato ndoshta, po themi kështu hipotetikisht, ndoshta u vije më mirë që neve të na dënojnë dhe ato të vazhdojnë atë që e kanë. Këtu gjithçka është bë, vetëm politik nuk ka pas. Marrëveshje biznesi, marrëveshje këtë, marrëveshje ata, në kurrizë të shqiptarëve dhe ne po i vujmë pasojat. Mirë, nëse hyjmë të flasim generalisht për rastin Monstra dhe rastet e tjera të montuara, sigurisht që nuk do na mjafton një emision. Për atë arsye ne këtu edhe duhet ta përmbyllim këtë emision dhe sigurisht se të gjithë opinioni tashmë me padurime presin edhe dëshmit që do i publikoj lideri i opozitës Zoran Zaev, sidomos për rastin Monstra. Pra të nderuar shikues, ne këtu edhe kemi përfunduar me emisionin Studio Hapur. Ju faleminderit për momentin dhe miru takofshim sërish të premten ardhshme.